qyteti i Fierit. Ndërkohë që do t'jemi pas pak me Community Live, ju ftoj të gjithë të qëndroni në duke dëgjuar të një shkëm një shemë gjithë të është me Dupin ose të kjo mërin të një të drejtojnë sportiv të klubit të Butrinit në këtë sezon në të qëllimi së bashku në komendë të drejtë dhe në pas në ndeshje në gjithë të Butrinit dhe Kërqirës. E pa me në drejt për drejta nga stadiumi Andolapa i qytetit Saranës, që përshëndesim miq të faqes KS Butrini Saran dhe Sarana Web. Butrini Kërcyra është nga sfidat e kësaj jave të tretë në stadiumin Andolapa dhe pikërisht dy skuadrat janë vendosur ta shkojnë në tapetin e stadiumit Andolapa pikërisht për të zhvilluar takimin e javës tretë mes dy skuadrave. Butrini për një larguar fundit, Kërcyra për të zënë, ashtu siç është në bisedë me trajnerin Robert Spahiu, për të zënë një nga vendet 6 vendet sipas bisedës që është me trajnerin Robert Spahiu të Kërcyrës. Dy skuadrat tashmë janë vendosur në fushë dhe formacionet zyrtare të sfidës midis Butrinit dhe Kërcyrës janë këto. Butrini vjen me Kreshqit Ndreca në Port Demirat dhe Elio Gjata, e kango është Sandi Çulli, Kristi Basha, Nelson Pius, Gjerdinho Abduli, është Silva Junior, ndërkohë që Cordova Palacio, Zilla dhe Alessio Kolonja, trajneri i skuadrës Butrinit. Ertan Meçani në krahun tjetër, Robert Spahiu i Kërcyrës vjen me Palomeke Roa në Port Demirat. Spahiu, Meta, Kajsedo, Sinani, Karim Fofana, Teka, Punavia, Ibrahim Fofana, Ismailaj dhe Jakubu. Ndërkohë që 4-5-1 e Kërcyrës në krahun tjetër, 4-3-3 skuadra e Butrinit. Ndërkohë që trupa gjykuese me kryesor Johan Kusta nga Fieri, asistenti i parë është një tjetër Fierak, është pikërisht Aurel Topi, ndërkohë që asistenti tjetër nga Patosi, Endri Fejzullah, gjyqtari 4, një tjetër Patosorak, siç është Hekuran Arabi, delegati i këtij takimi Maksim Tegu nga Fieri, vëzhguesi i arbitrave Delvinjoti, Krenar Peçi. Ndërkohë që janë fotot e çastit skuadrës Butrinit, ndërkohë në krahun tjetër Kërcyra do të jetë me një do thosha jeshile bluza dhe të mallëfurat janë pikërisht në ngjyrën e zezë të dy skuadrat. Ben gati nga çasti në çast, ndërkohë që do të pritet përshkrima e kryesorit Johan Kusta. Përsa shikojmë Butrinin i cili është i gjithi me blu. Është i gjithi me blu. Ndërkohë që dy trajnerët Meçani dhe Spahiu në këmbë, mes tyre delegati Maksim Tegu. Pritet sinjalizimi i kryesorit Johan Kusta merë konfirmimin e dy portierëve dhe dy kapitenëve për të ardhur dhe starti i kësaj ndeshje, ndërkohë që vjen vërshëllima në këto momente ka nisur sfida. Zilla Nelson Pius, krahun e majtë e Kango në qendrën e mbrojtjes Kristi Basha. Nelson Pius vis mjaft mirë, Gjirardinho Abduli e kthe mbrapa. Çulli, Pius, mjaft mirë Kristi Basha. Do të gjej një person në krahun tjetër pikërisht Çullin. Gjata. Kërkojnë mbrapa edhe njërë Sandi Çulli. Pius. Shojmë. Është Minon Zilla. Abduli. Gjata.
Qulli e Kango. E ka marrë në momentin e parë numri 6, Pandi Teka. Pius. Palacio. Edhe njerë Nelson Pius. Vis mjaft mirë. Në të shpangë një për shokve. Skuadrës atë pasim Pius. Që Pandi Qulli. Silva. Në të shpangë të zhëmë Koloja. Ka përballë numri 15 të Kajsedo. Ka pozicion të paregull të momentin e partë të Alessio Kolonjës. Pas pasit të marrë nga Silva, Kolonja zënë pozicion paregull. Nga asistenti i dytë Endri Fezullah. Ndërkohë që Spahiu do tjetë ai i cili do të kryej këtë goditje nga pozicioni paregull. Topi gjatë në drejtim të Jakubu. Ishe Ibrahim Fofana. E Kango. Ka shmangur e ka marrë Nelson Pius. Lëviz mjaft mirë në krahun tjetër Sandi Qulli. Gjena atje futbollistin Cordoba Palacio. Sprinti Elio Gjatës të shohim nuk e ka arritur topin Elio Gjata, largon një prej mbrojtësve dhe ishte numri 17 Sinani, ai i cili largon. Gjata në rivënie anësore. Tjetër rivënie anësore është largon nga lojtarët e Këlqyrës dhe i largon sërish Butrinit. Do që ndeshje mund të mishim mish në faqet KS Butrini Saran dhe Saranda Web e keni drejt për zgjedhjen në faqen e Facebookut. Do që do t'jemi thjesht me koment tu, ndërkohë që Xilla Gjen Silvan, mjap një Kolonja të shohim. Ka Pandi Ibrahim Fofana. Kolonja kthehet mbrapa topi e Kango. E shmangur një prej lojtarëve të Këlqyrës, e kthen mbrapa Basha. Qarkullon topin skuadra Butrinit. Pius gjen mjaft mirë futbollistin Cordoba Palacio. Ibrahim Fofana e largon topin në rivënie anësore, pranë tij kishte futbollistin Alessio Kolonja. E Kango me topin në përduar. E lojtar dëmtuar të skuadrës Këlqyrës. Ka vërshëllyer kryesori Johan Kusta. Si shini plan parë në faqet në KS Butrini Saran dhe Saranda Web. Shini dhe nëse është Teka. Është Pandi Teka. Shpirishu, numri 6. Pandi Teka ka i shqetësim, i cili e penalizon ndoshta për mos të Pandi Teka i cili ka dalë jashtë vijave kufizuese, ndërkohë që ka rivënie anësore, siç e tham më pak më parë, është Kango me topin në përduar, top brenda zonës së rrethësisë. Xilla është shkëputur mjaft mirë futbollisti Cordoba Palacio, por topi shkon në duar e portierit Palome Cueroa. Shohim topi gjatë në drejtim të Ibrahim Fofana, largon Basha me kokë. Abduli gjen gjatën. Ka shqetësimin e numrit të 19 të futbollistit të Lauren Ismailaj. Basha. Silva, edhe një Basha. Pius.
Vismja Mir Silva në krahun tjetër. Çulli. Cordova Palacio i tërhequr. Lojtari i krahut Xilla e gabon në atë marrje topit. Gjardina Abduli. Gjata Pius. Pra mbrapa Kristi Basha. Shifrat e pas blokuara 0-0 në stadiumin e Ndolapa midis Butrindit dhe Këlqyrës. U luhet minuta e 7 e takimit, Butrindi 0, Këlqyra 0. Gjata gabon në dhënia e topi e ka marrë Lauren Ismailaj. Ka në tjetër lëviz mjaft mirë numri 11 Jakubu. Ibrahim Fofana e ka mbritur mjaft mirë numri 10 e Kango. Si është sërish me topin zotrin. Basha Pius nis mjaft mirë. Top në drejtim të gabuar shkon tek kapiteni i Këlqyrës, Spahiu. Renato Spahiu është ai i cili ka topin. Falësh Renis Spahiu. I bëne Spahiu. Ka shqecimin e Kolonjës, ka gabuar Spahiu, dhuron të nivën e ansore. Ka në zonës skuadrës të Këlqyrës. Silva e ka marrë Kolonja. Mjaft mirë Këlqyra në këto minuta të para. E Kango ka shqecimin e numrit të 18 vani Ibrahim Fofana. Nivën e ansore. Kërkoj që edhe njëre e Kango. Kolonja ka gabuar në marrjen e topit Jakubu. Te topin mbrapa Sandi Çulli, gjë në krahun e djathtë Gjatën. Shohem Grosivi drejtim zonës, Kolonja brenda zonës dhe ajo goditje më pas në duar dhe portierit Palomeku Eroa. Pjesë zgjatë dhe ndahet portieri i Këlqyrës. Ish portieri i Shkumbinit në kategorinë e dytë. Palomeku Eroa. Top drejtim të Jakubu e ka larguar Basha, pas Pius. Ka shqecimin e Lauren Ismailaj, Jakubu nuk e merr top, shkon në këmbë dhe Elion Gjatës. Më pas Silva e marrë lojtar e Këlqyrës. Ka bojnë sërish ata, e ka marrë topin Cordova Palacio. Ka top në drejtim të Gjardina Abduli në fundore. Krosim në zonë Xilla, por ka vetëm rivërje fundore. Ka dalë jashtë vijave kufizues e topi për para. Ka qënë thjesht rivërje fundore. Jakubu ishte në krahun tjetër në aksion shpejt të Këlqyrës, por topi shkon më herë në këmbët e Cordova Palacio. Pason për futbollistin Abduli, por topi kishte dalë jashtë vijave kufizuese. Pius kthehet akoma mbrapa Basha. E Kango gjen Xilla brenda zonës. Nuk arrin ta kaloj kapiteni Renis Spahiu. Xilla e të duat shmangje për lojtarëve të Këlqyrës. Sërish topi në këmbët e Kangos. Silva edhe njëre Kango. Këtoj mbrapa Pius. Çulli. Gjata. Cordova Palacio. Në të shmanga Abdulin. Ka një goditje dënimi të akorduar nga Johan Kusta, gjyqtari kryesor i kësaj sfide. Akorduar goditje dënimi i kryesor Johan Kusta. Shohim
Se çfarë do cilë Cordoba Palacio tek topi. Shifrat e barabarta 0-0 me Butrini Këlqyra. Ndërkohë që një mundësi për të rrezikuar portën e miqve. Të shojmë Cordoba Palacio, nëse do t'jetë skema për krosim, duke kros është skem, por gabore, ka marrë Jakubu, lëviz mjaft mirë. Jakubu të nëndë shpanga një prej lojtarëve të Butrindit. Ngelur topi në zonën e Këlqyrës, në gjysmë të fushën e Këlqyrës më saktë. Kapiteni Renis Faiu, lëviz mjaft mirë. Gjëna numri 8, Pura via, i ka ndërhyrë e Kango dhe ka rivënie anësore, i takon sërish miqve nga Këlqyra. Një ekip jo në emra të mëdhenj, por pikërisht kanë ata të cilët duket se në këtë grup lojtarësh kërkojnë për të arritur maksimumin dhe është pikërisht një nga 6 vendet e para, ka thënë trajneri Robert Faiu. Ka tjetër rivënie anësore dhe i takon sërish Këlqyrës. Të radhë do të shojmë dhe një Renis Faiu, kapiteni i tyre. Dy trajnerët Artan Meçani, por dhe Robert Faiu. Të shojmë, është pikërisht Jakubu, krosim në zonës. Dhe çfarë devijimi ka bërë pikërisht Sandi Çulli, rivënie anësore. Qënë mjaft mirë Jakubu, ai i cili lëvizi fare pa anvis fundore, krosime pas Çulli e ka devijuar, duke mos lejuar që lojtarët e Këlqyrës të rrezikonin portën e Kreshnik Ndrecës, portierit të Butrindit. Karim Fofana, gjëna mjaft mirë, numri 8 shërgë, si më zonës, nuk shkon në këmbët e Pandi Tekës, ndërkohë që Kolonja e ka shmangur mjaft mirë, kapiteni Renis Faiu, i ka ndërhyrë Ibrahim Fofana. Ishte ka i sedo ai i cili i ka ndërhyrë. Shojmë Karim Fofana ka fituar këtë rivënie anësore, numri 2 i Këlqyrës. Dhe ku kapiteni tyre Renis Faiu. Nismi Jakubu ka shqetësimin e Kangos, rivënie anësore i takon vendasve. Butrindi 0, Këlqyra 0 në stadiumin Andoj Lapa të qytetit Sarandës, ndërkohë që ka ngelur i dëmtuar ka i shqetësim futbollisti Jakubu. Shojmë ato që ndodh edhe në ndeshjet e tjera. Vetëm ndeshja ku ka ndryshim rezultati në grupin në grupin B është pikërisht Maliqi, i cili u veç në Peqin përballë Shkumirit 0-1, ndërkohë që Oriku Tomori 0-0, Byris B Eagle 0-0 dhe këtu stadiumi Andoj Lapa Butrindi 0, Këlqyra 0. Pamit e drejt për drejta që vinë në faqet KS Butrindi Sarandë dhe Saranda Web. Por që përballjet forta dhe kategoria e parë, në kategorinë më sipër, aty ku duhet e interesante të javën e 7 e tyre. Po që dhe kategoria 2 të luan pikërisht grupi B të diel. Shohem, rivënia anësore, Pandi Teka largon. E Kango Gjena Silvën e ullë dhe njerë për E Kango, ka shqetësimin e Pandi Tekës të visë mjaft mirë. E Kango këthen topin mbrapa, ndërkohë që është ngritur futbollisti
Jakubu është futur tashmë në fushën e lojës. Palacio, ka shqetësimi e Karim Fofana. Të dorën mbrapa në këmbët e Sandi Çullit. Pius, ka shqetësimin e sulmuesit Jakubu. Futron topin në sport e Butrindi. E Kango. Silva gjenë Kolonjën, pare pranvin Sansore, ka mbritur Alessio Kolonja, ka shqetësimin e Renis Paiut, krosimin e shtyllë e dytë, largohet. Nuk e ka prekur askush, topi shkon rivënje fundore. Ende nuk ka gol në ndeshjen midis Butrindit dhe Këlqyrës 0-0. Tipo Palomeko e Roa është ai i cili ka topin në përkëmb, topi gjatë i tij. E ka mbritur Ibrahim Fofana, e ka marrë më pas gjata sprinti i tij. Palacio e zotron Gjirardino Abduli, top në këmbë dhe Elio Gjatës. Ka pranë tij numri 17 Sinani. Duke mbërrinë më pas numri 11 Cordova Palacio, topi i cili shkon rivënje anësore. Shohem lojtarët e Këlqyrës gabojnë marrën ati topi. Abduli Fembrapa, Silva vis mjaft mirë. Top në drejtim të Cordova Palacios, të shohem vësim në zonës është. Nuk e mbri Koloja në krahun tjetër Jakubu, e ka zotruar Ibrahim Fofana. Edhe njëra Jakubu e nxjerr topin në rivënje anësore. E Kango, të pimbrapa tek Basha. Silva, bon marrë ati topi, e ka marrë Renis Paiu, Isa Iraj. Topi gjatë në drejtim të Jakubu, ka dalë të portieri. E Kango, ka arritur të fitojnë të rivënja anësore, ka preku për e fundit Jakubu. Basha, Çulli, zotron Nelson Pius, lëviz mjaft mirë. Gjenë Sandi Çulli. Pak tifoz në tribunën përballë, ndërkohë në krahun tjetër tribuna qendrore pothuajse e mbushur. Kolonja. Mjaft mirë, numri 10 e Kango, edhe njërë Kolonja, ka shqetësimin e Renis Paiut, brava zonës, të shojmë, topi cili shkon e këmbë dhe Cordova Palacio, goditja, dhe më pas Palomeko e Roa, për mrekullim. Bërë mrekullim, portieri Palomeko e Roa. Ajo goditje e lehtë e Cordova Palacios, por ka ngelur një dëmtuar një prej lojtarëve të Këlqyrës. Dhe duket se është sërish Pandi Teka. Është Pandi Teka, ai i cili numri 6. Dhe thash dhe pa më parmi që ka një dëmtim dhe ka një problem në fakt me mëlqim. Dhe sa sakrifikon në këtë ndeshje duke u aktivizuar që nga minuta e parë. Edhe pse jo me shiritin e kapitenin në krah. Ishte lojtari i Tepelenës dikushme në kategorinë e dytë. Kujtojmë që në ndeshje në Tepelen ka realizuar një gol që në minutën e 4 Pandi Teka. Dhe Tepelena në atë ndeshje ka fituar me shifrat 1-0 pikërisht me golin e Pandi Tekës.
Lasim për para 3 sezonesh. Ngërsim nga zonë sërish, goditje nga këndi i takon vendasve të Butrindit. Do tjetë Cordoba Palacia, e cili do të harkoj. Shëjnë ngërsimi shtyllë dhe dyët, largoni për vëzët këllësyrës, goditja më pas e Kangos. Ishe Pius më falni dhe jo e Kango nga bonë. Përko që ka shëzuar, ka goditje dënimi i akorduar nga Ivan Kusta. Goditje dënimi i akorduar nga gjyqtari Ivan Kusta, i dëmtuar ka ngelur një prej lojtarëve të skuadrës së Këlqyrës. Ku luhet minuta 23 e takimit. Shifrat e barabarta 0-0. Ka ndryshim rezultati në stadiumin Andolapa të qytetit Sarandës. Butrini 0, Këlqyra 0. Cordoba Palacio. Vis mjaft mirë edhe pse në shqetësimin e Sinanit, rivënia asore ka. Avduli Gjena Dzilla brenda zonës, po pas goditja ka largon numri 5 meta. E ka marrë Ismailaj, mjaft mirë Jakubu, po nuk e merr topin, e largon e Kango, Kolonja, lëviz mjaft mirë. Ka shqetësimin e Karim Fofana, afrët Spaiu, e Kango, krosimi në shtyllë e dytë, nuk e brinë Cordoba Palacio, Gjata e ka topin zotrim. Tjetë mrapa, Nelson Pius, a goditje shkon në duar e portierit Palome Cueroa. Në duar e ka portieri i Këlqyrës Palome Cueroa. Topi gjatë i ti në drejtim dhe Lauren Ismailaj. Në duar e ka në tjetër Kreshik Ndreca. Nelson Pius. E Kango. Ke mbrava dhe një Pius. Gjena Sandi Trullin. Palacio. Avduli që në gjatën. Kraun tjetër afrohet Girardinho. Avduli e merr mjaft mirë. Gjata. Mësimi në drejtim të Dzilla me kokë, shkon në goditje nga këndi pas devijimit të Palome Cueroa. E ka devijuar portieri i Këlqyrës. Shohem, mësimi e pranë zonës, kalon gjithë pasqyrën dhe vetëm rivënie fundore. Nuk ka arritur ta devijoj askush. Krosimin e Alessio Kolonjës. Tjetë Palome Cueroa, i cili do të kryej këtë goditje nga rivënia fundore. Era e Kango
Teka. Lëviz pjaf mirë Lauren Ismaila, e ka marrë pandi Teka. Lëviz pjaf mirë goditja, edhe je Kreshnik Ndreca. Fantastik pandi Teka, ai cili merr topin, rrotullohet mjaft mirë dhe goditja më pas zgjatja e portierit Kreshnik Ndreca, bën mrekullin. Portieri i Butrindit. Kreshnik Ndreca është portieri i cili ndala atë goditje të mes pushorit pandi Teka. Të jetë goditje nga këndi kjo goditje pësimi në gjysmë lartësi e largon Basha. Rivene Asore i takon kërcyrës Ismaila, i lëviz mjaft mirë, ka shqecimin e Gjirardinjo Abdullit, e merë Sinani në kram tjetër gjata. Ka rritur që skuadra e kërcyrës të fitoj këtë Rivene Asore. Shojmë, ishte Ismaila në vija largon, Jakubu e me mjaft mirë. Kam tjetër puna vija, krosimin është shtyllë e dytë, Teka me kokë, shkon në gjysmë fushën dhe është në fundin e rjetës, kërcyra gjem golin, por të shohim se cili ka realizuar. Një gol i mrekullueshëm, duket se është Lauren Ismailaj. Butrindi 0, kërcyra i një kros, po toja është Lauren Ismailaj, ai cili gjem golin për kërcyrën. Një kros pa pretendime i skuadrës kërcyrës dhe vjen goli. Pas asaj goditje të sulmues të mes pushorit, pandi Teka, ajo goditje më pas e Ismailaj. Rëmujës si për goditja shkon në fundin e rjetës, nuk e prek askush, devimi fundit është i Ismailaj. Numri 19, Lauren Ismailaj. Butrindi 0, kërcyra 1. Silva, Jesmja mirë, Nelson Pjuse ka kraun tjetër Kolonja. Ka shqecimin e Renis Fajiut, kapiten të kërcyrës. Rëdhëdhe mja mirë Kolonja. Nga zona zë, që o thot Johan Kusta, azjë Jakubu. Shohim, është Dzila, Renis mja mirë, Gjën Silvën. Je për Nelson Pjus. Ka në tjetër je prishje punë pikërisht dy lojtarë, njëri tjetri të kërcyrës, por topi shkon në këmbët e Elio Gjatas. Qulli. Nga pire dhe njëri Elio Gjata, pretendoj për 11 metërsh, ndërkohë që Ibrahim Fofana largoni Rivene Asore. Minuta 30 luhet, Butrindi 0, kërcyra 1, autori golit Lauren Ismailaj. Abdulli, Gjata. Simi shkon në shtyllë e dytë. Kolonja, ka shqecimin e sulmuesit të shojme pasa goditja e Kolonjës, to ka zje është Rivene fundore. Surpriz e kërcyrës në stadiumin Andulapa të qytetit Sarandës. Gjen golin me sulmuesin Lauren Ismailaj. Pjus, këtë mrapa topit e kë Elio Gjata, edhe një Nelson Pjus, lëviz me mirë, sprinti ti.
Rosimi shkon në shtyllë e dytë. Koloja ka, ishte cipon jo, thot. Qo, nërkoj që nuk ka zëzi pas kryesorit Johan Kusta. Silva e largon në rivënje ansore, nërkoj që protesta të Alessio Kolonjës. Kërkonde një faul që ka thënë ndryshe, do t'ishe 11 metrë që se do t'akordoj. Por ka vetëm rivënja ansore, i takon Këlqyrës. Renis Faiu e ka topin e përduar. Argohet nga Ismaila e autori golit. Tjetër rivënja ansore të radhi takon Butrindit e Kango. Teka e largon puna via. Kraun tjetër në mënyrë gabuar shkon në këmbët e portierit Kreshrik Ndreca. Çulli. Avduli, edhe një Çulli. Gjata. Silva. Arritur ta kthej topin mbrapa, Basha. Silva, edhe një Basha. Topi akoma me krah. Kolonja ka shmangur numri 11, Jakubu i ka ndryrë dhe ka goditje dënimi. Është zuar Alessio Kolonja. Mënyrë e gabuar e sulmosit Këlqyrës, Jakubu. Ka në mënyrë gabuar duke fituar këtë goditje dënimi sulmosi i Butrindit, Alessio Kolonja. A distancën Johan Kusta. Semi shkop në zonës, por largohet më pas në një prej mbrojtësve tjetër rivënja ansore. Silva, Çulli, Bismia Ferë, Kolonja, Pius. Shqetësimin e kapitenit Renis Faiu. E merr Ismaila në krahun tjetër. Abduli. Rosimi është pikërisht Kolonja. Ka shqetësimin e Fofana, Rosimi në zonë zilla me kokë, shkon në rivënje fundore. Shkon në rivënje fundore. Këlqyra jo vetëm që arrin të mbrojt mjaft mirë, por gjem goli në minutën e 29 me anë dhe Lauren Ismaila, krus pa pretendime skuadrës Këlqyrës. Topi mbetet në zonë e Butrindit dhe më pas Ismaila i godet me kokë duke poshtur portierin Kreshrik Ndreca, ndërkohë që Kolonja top me djashme por në mënyrë të gabuar. Largohet nga lojtarët e Këlqyrës. Rivënja ansore sërish e Kango me topin e përduar. Silva, edhe një Rekango. Sërish Silva, këtë topin mbrapa, Basha. Mërgët minuta 35 e pjesë së parë. 0 Butrindi, 1 Këlqyra. Shojë top në mënyrë të gabuar, e ka larguar Ibrahim Fofana. E me mjaft mirë Zilla, Brazonës. Nuk largohet topi nga lojtarët e Këlqyrës. Shojmë topi gabuar i numrit të 10, nërkohë që Silva largohet nga Sinani. Pius, Kolonja nga në tjetër, ka shqetësimin e Renis Faiut. Faiu ja largon topi, rivënja ansore ka.
Luajmë 10 minutët e fundit të pjesës së parë. Këlqyra udhëheqën në minuta 29 me golin e Lauren Ismailaj në Saran. Topi ngecë e pranë zonës është pas Cordova Palacio që në gjysëm kthehes nuk arrin godas. Ismailaj e largon Sandi Çulli, e me mjaft gjata. Avduli. Pius. E ka marrë Silva edhe një Pius, por topi largohet nga ana e numrit 8 Punavia. Gjata. Mësimi në shtylla dytë, nuk ka arrit godas Avduli, ka rivënja, ka goditje nga këndi, është larguar në goditje nga këndi. Për tjetë Cordova Palacio. Shoje grostiv Brazons, Çulli e ka zotruar Nelson Pius, goditje, largohet nga lojtarët e Këlqyrës, rivënia ansore. Pius e marrë mjaft mirën. Çulli. Palacio. Zotruar një Kubu. E Kango. Çulli. Avduli. Vesjami gjata. Krasimi Tokazi largohet në rivënia ansore. Avduli edhe një gjata. Në topi ka goditje dënimi. Protestat të vazhdueshme të Këlqyrës. Minuta e 39 luhet në këto momente, 0 Butrimi dhe 1 Këlqyra. Autori golit është Lauren Ismailaj, 10 minuta më parë. Shohim Cordova Palacio, grupi futbollistësh në zonën e Këlqyrës. Mësimi në gjysmë lartësi, ndërkohë që ka penalti dhe është akorduar nga Johan Kusta, 11 metrash për skuadrën e Butrinit. Ka 11 metrash. Ka 11 metrash për Butrinit, do të shohim. Protest e vazhdueshme, por ka 11 metrash që duk qartë. Top i prekur me doli nga lojtarët e Këlqyrës. Duk qartë dorë e cila është e hapur. Është dorë e hapur, ka thënë se ka prekur gjurin kapiteni Sfaiu, por janë të kota protestat, sepse kryesori Johan Kusta ka qenë fare pranë aksionit. Do të shohim se çfarë do të sjell Xilla përballë portierit Palome Kueroha. Xilla, sa zvrulli niset. Xilla, barazimi me një. Realizon Butriti. Kjo është Xilla. Ka arritur.
Vazhdojnë erë në protestat e trajnerit Robert Spahiu. Është gjithçka e kot. Barazim 1-1. Dhe është Xilla ai i cili barazon. Minutën e 41. Kolonja gabon e ka marrë Enis Spahiu. Puna via Ibrahim Fofana që në kalimin e por jo topin gjata nivele asore. Parazuar ndeshja në stadiumin Ndolapa qytetit Sarandës, Butrindi 1, Këlqyra 1, kullohet minuta 43 e pjesë së parë. Belgati ku ashtes nga gjyshtari 4, Hekuran Arapi. Kolonja Mira Silva. Ja, për zonës të shojim, palo me përroa, të dy kojët dalë. Duket se ka godi e dënimi. Mirë, ridëmtuar portieri Palome Kueroa. Ndoshta në rënien e sipër. Rëfuar kryesorin Kusta. Në kohë do t'jenë 3 minuta shtesë. Se zhjenë në pamje parë. 3 minuta shtesë. Ande në këto momente duke se do të ndryshojnë, do t'jenë 4. T'jenë 4 minuta. Do t'jenë 4 minuta shtesë. Pikërisht. Të shojmë, puna via, i ka ndryrë e Kango, ka njësi loja. 4 minuta në të cilat njësi në këto momente.
Go kjo rivënje Ansorit ako Gëlcyrës. Avduli ka marrë Fofana, më pas Teka, një Gjiradinho Avduli. Top në krahun tjetër, Cordoba Palacio, ka i duhet shpejtësive Sinani, Palacio i ka ndërhyrë, nuk ka asgjë, përveç se një goditje nga këndi, por çfarë ndërhyrje, Alvaro Sinani. Simi largohet sërish nga Sinani, tregohet mjaft i vëmendshëm. Gjata e kthe mbrapa tek portieri Ndreca. Avduli gjen mjaftin e Cordoba Palacio. Nuk i dahet këma këmbës Sinani. Pjus Gjata mjaft mirë Simi në shtyllë dy tjele e Gjatës. Silva e Kango. Shojim të cilë Qulli pjesa e dytë, pasi e para është në përfundimin e saj. Kolonja ka shqecimin e Jakubu. Kolonja po të cili shkon në rivënjen fundore. Shojim Fofana, topi i cili shkon tek Kango, i cili më pas e kthen portieri Ndreca. Shojim Silva, shqecimin e numër 15, Caicedo, largon në rivënja Ansore, i takon Gëlcyrës. Spahiu, ti të rivënja Ansore. Jakubu ka shqecimin e Kangos, me topin nga lojtarët e Butridit. Jakubu e ka mbyllu pjesë e parë kryesor Johan Kusta 1-1 në barazim pjesa e parë. Kujtemi, realizonte në minutën e 29 Ismailaj për Gëlcyrën dhe barazonte në minutën e 41 pikërisht me 11 metrë shot Xilla për skuadrën e Butridit. Japi fund pjesë e parë. Pas 10-15 minuta shpushim, rikthehemi sërish për pjesën e dytë. Bashkë, miru të gjofshim.